Bismillahirrahmanirrahim. E filloj me emrin e Allahut, të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Ju përshëndes juve vëllezër dhe motra kudo që jeni. Lutem që Zoti na i pranoj gjitha adhurimet dhe përkushtimet tona të këtyre ditëve, qoftë ato të natyrës rituale, siç janë agjerimi dhe të tjera, po qoftë edhe gjitha angazhimet e jetës që janë pjesë gjithashtu e përkushtimeve tona ndaj Zotit Madhreshëm. Dje e kishim historinë e Hazreti Ibrahimit a.s. E sot do të ndalem tek historia e Hazreti Haxheres a.s. Kur lindi Hazreti Ismaili a.s., babai i tij Ibrahimi ishte relativisht i shtyrë në moshë. Dhe natyrshëm një prind i shtyrë aq shumë në moshë do të lidhet zemra e tij për një djali të vetëm që ja fali Zoti i Madhreshëm. Ishte një gëzim i jashtëzakonshëm me ardhin e tij në këtë botë. Megjithatë, siç është natyra e jetës, erdhi sprova e radhës. Allahu i Madhnueshëm e urdhroi Ibrahimin që ta merrte birin e tij Ismailin dhe gruan e tij Haxherën dhe t'i çonte në një vend të largët. Ai dërgoi në gadishtin arabik që njihet sot. Aty shkua në një vend që sot quhet Mekka, e cila në atë kohë ishte shkretëtir, ishte zbrast, ishte një lugin rreth male. Hazreti Ibrahimi a.s. e la djalin e tij të vetëm edhe bashkëshorten e tij Haxherën dhe u nis sigurisht me zemër të lidhur ose me zemër të thyer që po i linte vetë në atë hapësirë, domethënë pas një shenjë jete. Hazreti Haxherja e habitur filloi ta thriste. Filloi të vraponte pas tij, duke pyetur, duke kërkuar shpjegim, pse po largohesh, pse po na lën këtu. Mirë po Hazreti Ibrahimi nuk jepte përgjigje. Derisa në një moment Hazreti Haxherja i tha: "A të ka urdhëruar Allahu për këtë?" Ai i tha po. Atëherë ajo tha: "Nëse kështu të ka urdhëruar Allahu, atëherë ai nuk do të na lërë të humbur." Dorëzim i plot ndaj urdhrave, vendimeve, caktimeve që i ka lënë ose që i ka bërë Zoti i Madhreshëm. Dhe ky është Islami faktikisht. Islami na mëson të dorëzohemi në plotëni ndaj urdhrave, vendimeve, caktimeve, ndalesave të Allahut Madhreshëm pa kundërshtim. Sepse jemi të bindur që Zoti përherë është i mirë për njeriu dhe gjitha vendimet e tij janë në dobi të njeriut. Ndonse njeriu është qenie, se më thonë, me aftësi dhe mundësi të kufizuara, jo gjithmonë në moment mund t'i kuptoj urdhnat e Zotit ose vendimet e Zotit. Shpeshherë atij duhet kohë për ta kuptuar, se më thonë, epilogun e gjitha këtyre vendimeve. Megjithatë, nëse i bindemi plotësisht urdhave të Allahut dhe ndjekim rrugën e tij, ai nuk do të na lërë asnjëherë të humbur. Humbja vjen vetëm kur i largohemi urdhnave të Allahut, udhëzimeve të Zotit. Lavdia, nderi, ardhmëria jonë janë të ndërlidhura ngushtë me ndjekjen e rrugës së Zotit Madhreshëm. Me udhëzimin e Zotit nuk ka frikë nga varfënia, nga uria, nga prapambetja. Nuk mund një njeri të jetë i lidhur me Zotin siç duhet dhe të jetë i prapambetur. Nëse është i prapambetur, i bën që ai nuk e ka kuptuar Zotin drejt. Pra, nuk ka nevojë të frigohemi, duhet jetojmë qetë. Haxherja a.s. qëndroi në atë vend disa ditë derisa u harxhuan, domethënë ato përgatitje ose u harxhuaj ushqim që kishte marrë me vete dhe ata ujë që ajo e kishte deponuar gjatë rrugës. Me atë rast Hazreti Ismaili ishte fushë, filloi të kërkoj ujin. Ajo ndonse ishte bindur që ky është një vendim i Zotit dhe Zoti nuk hjek dorë prej saj
dhe ajo nuk do t'jetë e humbur, se do t'ket një epilog pozitiv, që më thonë gjithë kjo storje, ajo u ngret dhe shkoj në kodrën më të afërt, që tash quhet kodra Safa, për të hulumtu, dhe më thonë, ujin, mos po sheh ndonjë njeri, mos po sheh diçka që do t'i ndihmonte. Pastaj u kthy prej kodrës tek i biri i saj. Qëndroi aty pak, prap vazhdon dhe më thonë tek kodra tjetër që sot quhet kodra Merva. As aty nuk gjeti asgjë. Ajo vazhdoi pastaj të lëviz midis dy kodrave, duke përsëritur këtë rrugtim 7 herë. Gjithmonë syt ka biri i saj. Ajo që është interesante, vëllezër dhe motra, është se kjo përpjekje e saj u përjetësua nga Allahu si një rit, ose i personifikua në një rit të fesë islame sot. Vrapimi mes Safa dhe Merva është një nga shtyllat e haxhit dhe të umrës. Pra, gjithata që shkojnë në vendet e shejta, vrapojnë mes kodrës Safa dhe Merva. Dhe ky është një kujtim i përpjekjes së një gruaje e cila u mbështet tek Zoti i Madhreshëm, por megjithatë i mori gjitha shkaqet dhe, si më thonë, e bëri përpjekjen e saj njerëzore. Dhe këtu shfaqet një kuptim i rëndësishëm i fesë dhe jetës. Bindjet tona ndaj Zotit, pjesa psikologjike që ne e drejtojmë ka Zoti, kur nuk mund t'jetë pengesë për ta bërë punën tonë fizike, punën tonë si njerëz, përpjekjen tonë si njerëz. Madje, nëse krijojmë konflikt mes këtyre dy pjesëve, do të krijonim një keqkuptim në raport me fenë dhe mësimet e Zotit. Njerëzit që i binden Zotit, njerëzit që e respektojnë Zotin, nuk do më thënë se ata duhet rrinë si thjesht të jetojnë si parazit ose vetëm të presin prej që Zoti t'u zgjidh problemet. Asnjëherë. Ata do t'i qasen jetës, ata do t'i kryjnë detyrat që ju përkasin atyre, por të bindur se mirësia dhe çdo gjë në këtë jetë vjen prej Zotit Madhreshëm. Me thoni, cila fe, cili besim, cila shoqëri në këtë botë e ka përjetësuar kujtimin e një gruaje siç e ka bërë Islami. Allahu e bëri pjesë të fesë tonë, domethënë historinë e Hazreti Hajerës. E bëri pjesë, domethënë të një rituali të njohur sot, siç është haxhi dhe umreja. Ne ecim ashtu siç eci ajo. Ne që shkojmë sot në vendet e shenjta vrapojmë ashtu siç vrapoi ajo. Thjesht ne ndjekim, domethënë hap pas hapi, çdo veprim që bëri një grua para me ditë sa viteve. Islami e nderoi në maksimum gruan. Dhe mendoj që kjo është një pjesë jashtëzakonisht e rëndësishme sot. Muslimanët duhet të jenë syqel. Nuk është e mjaftueshme sot vetëm të shpjegojmë njerëzve pozitën që ja dha feja gruas. Domethënë mënyrën se si Islami e trajton gruan, në kuptimin gjithmonë superlativ. Sot duhet edhe muslimanët të bëjnë diçka në këtë drejtim, sepse shpesh na thuhet, mos na tregoni çfarë thot Islami për gruan, sepse këtë e dim. Na tregoni çfarë bën muslimanët për gruan. Dhe mendoj se këtu janë dy tema të cilat janë jashtëzakonisht të rëndësishme. Kur ne nuk bëjmë shpjegime të duhura, kur ne, si më thënë, krijojmë keqkuptime në raport me pozitën e gruas në fenë tonë, ose kur ne vetë nuk jemi korrekt përballë arsimimit gruas, punës saj, lirisë saj, dinitetit saj, e ngjajshëm, nuk mundemi për herë të mshefi mrapa, si më thonë, perdës së fesë. Thjesht, po, Islami është një fe që i dha pozitë jashtëzakonshme gruas, por çka bën muslimanët për gruan, shtrohet pyetja. Dhe në këtë pjesë mendoj se duhet jemi jashtëzakonisht vigjilent. Pra,
Islami dha këtë pozitë, por çfarë bën musliman tutje? Hazreti Haxheria, duke vrapu mes Safa e Merwa, aty ndodhi mrekullia. Zoti i Madhreshëm pasi, e provoi mundin e një gruaje, përpjekjen e një gruaje, e çon me laçën dhe ndodh mrekullia te këmbët e Hazreti Ismailit shpërthen, një burim uji, i cili sot asoj dite quhet uji Zemzem, dhe kur nuk shtërron, kur nuk ndal, asnjëherë gjatë gjithë historisë. Ajo u kthy me vroll dhe kur e pa ujit, prej mallëngjimit dhe prej asoj frikës se ujit do të humb, thjesht do të shpërndahet nëpër tokë, dhe frika e saj se do të jetë pa ujë, ajo u mundu me grumbullu dhe tha Zemzem, ndalo, mos të shkoj poshtë ujë siç themi ne. E pejgamberi alayhis salam me këtë rast tha, Allahu e mëshiroft nënën e Ismailit, pra Hazreti Haxherën, sikur ta kishte lënë burimin të rrellte, ai do të ishte sot, ose do të kthehej në një lum që do të rrellte për herë. Megjithatë, ai mbeti një burim, sepse ajo me atë rast, u shqetësua se do të shpërdoruhet ai ujë dhe u kujdes se ta krijojë një post vogël. Historia na tregon që aty pastaj erdhi një fis, pasi që i pa shpezët dhe e identifikuan se aty ka ujë, erdhi një fis nga Jemeni që do të marrin leje nga Haxheria për të vendosur aty. Hazreti Ismaili do të martohet me një vajzë prej tyre dhe do të vazhdoj historia ose origjina e Muhamedit alayhis salam, që do të vije mas sa viteve, mrapa, që thjesht është origjinë e Hazreti Muhamedit alayhis salam. Pejgamberi vjen nga origjina e Ismailit. Faleminderit shumë për kohën gjithmonë, paqet një ditë bekuar agjerimi. Selamu alaikum.